Parlamenti iranian ka miratuar një mas për të mbyllur ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme detare në botë për tregtinë e naftës. Vendimi përfundimtar do të merret nga Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare, ndërsa mbyllja ende nuk është zyrtarizuar. Ngushtica ndan Iranin nga Omani dhe përmes saj kalon 20% e furnizimit global me naftë dhe gaz. Komandanti i Gardës Revolucionare Esmail Kosari deklaroi se mbyllja e ngushticës është një opsion në agjendën iraniane dhe do të përdoret sa herë të jetë e nevojshme. Sipas operacioneve të tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar, rreziku ndaj anijeve tregtare amerikane në detin e Kuq dhe gjirin e Adenit është aktualisht shumë i lartë. Lindja e mesme si qendër botërore e prodhimit të naftës ka rrugujore jetike për tregtinë ndërkombëtare të madrave dhe energjisë. Ngushtica e Hormuzit përpunon rreth 1/4 e tregtisë globale të naftës. Në pikën më të ngushtë, ajo është rreth 33 kilometra e gjerë dhe është nyje strategjike për transportin ndërkombëtar. Analistët e Goldman Sachs paralajmërojnë se bllokimi i saj mund të rrisë çmimin e naftës mbi $100 për fuqi. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se çdo rritje 10% e çmimit të naftës shkon në inflacion me 0.4 pikë përqindje në vendet e zhvilluara. Megjithatë, një veprim i tillë ekstrem mund të acarojë marrëdhëniet e Iranit me aleatët të rëndësishëm ekonomik si Kina, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.